Smajlaj, deri dikuj kishim parashikuar rezultatet edhe në takimin tonë fundit këtu, që ishte një ditë para zgjedhjeve. Po, besoj, rënja... Ishte befasi apo... Jo, nuk ishte befasi. Befasi ka qenë 28 dhjetor. Pse po them se ishte befasi? Sepse nëse marrim për bazë premtimit 2021, mënyrën si është qeverisë, do ka qenë e pritshme një rënje vetëvendosjes. Nuk janë përmbush pritjet që i kanë pas qytetarët për arsye ndryshme, për shkak të ekipit qeverisës, për shkak të legjislaturës, për shkak të mungesës të angazhimit politikave kështu me radhë, dhe shtoja kësaj pastaj edhe krizën, të cilën vetëvendosja u përpiq që të i fajsoj partit tjera, po si duket qytetarja pata atë leximin e vet, jo të ndikuar nga partitë politike, dhe kështu që i fajsoj pothuajse që gjitha partitë, sepse gjitha partitë kanë rënë. Është një rënje e thellë, do të thoja, e vetëvendosjes, nëse marrim për bazë numrin e votave. Përqindja jam, po me numër të votave, numri i votave besoj është ai indikatori më i mirë sa i përket legitimitetit ose mbështetjes që ka një parti politike. Tani mbetet që të bëjnë kompromis partitë politike, sepse qytetarët votuan për kompromis. Të bëjnë koalicion dhe kjo do t'ja vështërsoj deri diku punën vetëvendosjes, sepse kompromisin nënkupton koalicione me partit tjera. Dhe këto koalicione pastaj, sikur më e ka vështirë vetëvendosja duke qeverisë bashkë me partit tjera, ta marrë atë primatin moral që e kishte në vitin 2021, se ne jemi më të mirë, këta nuk janë më të mirë kështu me radhë. Pra është një lloj normalizimi, do të thoja, i vetëvendosjes me partit tjera, në përqindje pothuajse numër të votave janë krahasueshëm, do të thoja, me përqindjen e numrit të votave që kanë humbur, që gjitha partit kanë humbje të votave. E që i ka shpëtu partit është dalja ult në zgjedhje, pastaj që e ka ngrit përqindjet, tani varet si vetëvendosja do e lexoj këtë vot, a do e lexoj si nevojë për të ul dhe për qeverisë si duhet, për mbush objektivat që do duhet të kishte, apo do të vazhdoj me atë pritjen e një pushteti absolut 2/3 atë ne duhet të kemi, tani varet për i tyre se si do lexojnë këtë rezultat, por ky është mesazhi që e ka dhënë qytetari, që besoj e shoh gjithashtu si edhe fillimi dhënjes së fryteve të para demokracisë. Kjo është mënyra që është zhvillu bota demokratike. Duke i dhënë pushtet një partie, duke i kërku llogari. Çfarë keni bërë me besimin tonë? Në rast se s'ka punu si duhet, ka arë partia që ka punu më mirë. Nuk është zhvillu perëndimi me shkop magjik. Me këtë formulë, duke i dhënë pushtet, duke i kërku llogari. Po, profesor, a pret që edhe qasja e vetëvendosjes ka rshi partive opozitare tjetë ndryshe? Po s'ka qare sepse do të me që vendin zgjedhje. Në rast se opozita bashkohet mund të bëjnë? Nuk besoj që mund të bëjnë, sepse presidenti është problem. Edhe nëse bashkohet opozita, nuk e zgjedh presidentin pa kërkohet vetëvendosja gjithsesi për presidentin. Po duhet patjetër të ulën në tokë partitë politike, të mos e mbajnë, domethënë, veten lart, të ulën në tokë, punojnë, bashkëpunojnë si duhet, të kenë për bazë interesat e qytetarëve, këtë mënyrë mund të rrisin prapë votat e vet. Në rast se vazhdojnë me këtë qasje, zgjedhjet tashme, në rast se nuk i bëjnë institucionet, kanë me dalë edhe ma pak në zgjedhje. Më të buta i kishin deklarimet, profesor. Po s'kan qare, sepse realisht ajo që rriti pak atë vetëbesimin e vetëvendosjes ishte 28 dhjetori. Dhe ishte kalkulimi që nga kriza u rritëm, mos po rritet nga një krizë tjetër, që nuk ndodhi. Gjallati kanë reflektuar partit për situatën e krijuar, me qenë se dje, pothuajse gjitha pas deklarimeve deri diku lanë të nënkuptoheshin që janë të gatshëm për ta bashkëpunuar me njëra tjetrën. Është një reflektim i tyre në bazë të rezultatit zgjedhor apo si është?